Shumë faleminderit vajzave dhe dua një duartrokitje shumë të fortë. Tani do të vijojmë përsëri me fjalimet dhe fjalimi i radhës është fjalimi i Ilir Murrës. Faleminderit. Të nderuar profesorë, të nderuar të shënqorë. Faleminderit edhe herë. Jam i nderuar shumë të rëndësishëm. Të nderuar profesorë të institucioneve, të ftuar, miq dhe bashkëpunëtorë. Është kënaqësi dhe nder i veçantë për mua që sot në këtë aktivitet të organizuar me përkushtim nga shoqata Lejat Albania të jep pjesë si mbështetës i jashtëm dhe bashkëpunëtori i këtij misioni human dhe aq të rëndësishëm për integrimin tuaj plot të shoqërisë tonë. Një ditë ky event mbahet një ditë të shenjtë dhe simbolike si Sheshtiza dhe Tendentori, 113 vite të pavarësisë të shtetit shqiptar dhe të kombit tonë, ndjekë e nari, jemi së bashku për të nderuar vlerat tona kombëtare dhe për të forcuar frymën e bashkimit dhe të solidaritetit mes nesh. Duhet tani fjalët time duke shprehur mirënjohjen e sinqeritet për Shqipërinë dhe për popullin shqiptar, i cili gjithmonë ka treguar zemër të madhe dhe një kulturë të pashoq të thellë mikpritje. Vendimi për të hapur dyrë për komunitetet të huaja edhe nacionalisht për komunitetet tuaj të nderuar, njerëz që kërkojnë siguri dhe dinjitet, është një dëshmi e qartë e vlerat tona njerëzore dhe traditës tonë shekullore. Nuk mund të ripavërmendur një vlerësim të veçantë i shkon zotëri Aldo Sullollarit, një hyrje që zotëri ka përfituar shënjat në kampanja me profesionalizëm, por edhe ka ndërtuar ura bashkëpunimi dhe ka krijuar një qasje moderne të qëndrueshme për mbështetjen e revoljantëve në integrimin e tyre të plot në shoqërinë tonë. Kontributi i tij dhe i ekipit që e shoqëron është për mua, për mendimin tim, i jashtëzakonshëm dhe meritohet të respekt. Jam i lumtur që sot kam këtu pjesë këtij aktiviteti dhe për të gjitha që kam mundësi të njoh kolegë profesionistë të Zot të përmbullueshëm. Ndërta duhet të veçoj zotërin Tullum Zallumin, në të cilin të kërkojnë ura bashkëpunimi shumë të frytshme dhe të dobishme për të ardhmen e këtij komuniteti shumë të rëndësishëm. Është gjithmonë motivuese të gjesh njerëz me vizion, integritet dhe dëshirë të sinqertë për të kontribuar në të mirë të shoqërisë. Sot pra, ne jo vetëm festojmë historinë tonë, por edhe shohim drejt së ardhmes dhe besimit dhe me vetëdijshmëri. Vlera e bashkimit, respekti dhe humanizmi duhet të jenë udhëheqësit tanë në çdo hap që do të hedhim. Gëzuar Isa Tendentori, Shqipëria dhe rrotë flamurinë kombëtare. Faleminderit zotëri, që ishit sot këtu me ne.